Është e dyta herë që kryeministri Edi Rama ndërmerr një fushat për të këshilluar gjykatën kushtetuese për vendime të pritshme të saj. Hera e parë është me Erion Veliajn, fill pasi gjykata vendosi që shkarkimi i tij ishte i palikshëm. Në të dyja rastet janë këshilla paraprake për cilësinë e një vendimi, ku kryeministri është në konflikt interesi pasi është autori i ankesave. Problemi që ka reforma në drejtësi në Shqipëri nuk është te cilësia e vendimit të gjykatës kushtetuese, por të një sër problemesh që lidhen me autoritetin ekstraligjor që ka marrë spaku në raport me gjithë gjykatat, por sidomos me GKK. Përgjimi i pa autorizuar i tyre, ashtu si dhe përgjimi i pa autorizuar i provuar tashmë për një antare të gjykatës kushtetuese, zbulon një problem serioz për pavarësinë e gjykatave në Shqipëri, në raport me prokurorinë speciale, pasi ato janë në shantazhin e përditshëm të prokurorëve, të cilët kërkojnë të certifikohen gjetjet e tyre, shpesh jo profesionale.